Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin në rum, pasi jemi në sezonën e dasmave, do të kisha dëshiru të potencojmë disa veti, disa dukuri të cilët janë shumë negative, të cilët nuk përputhen as me fen ton, as me kulturën ton, po fatkeqësisht i kemi importu prej tjerve, kemi marrë prej tjerve, pa i filtru se a na përshtatët apo s'na përshtatët. Si kur ta marrësh një tesh pa e provë, e pastaj të vine madhe ose të vine vogël. Normal kurse analizon se çka jetë e marrë. Edhe populli jonë të marrë prej tjerve dosende, të cilët s'po i analizojmë se a janë mirë, as janë mirë, po vetëm po i marrim. E xhamat ndoshta dikush edhe i bën prej neve këtu, mos e marrë as kush mbi vete. Nuk kam qef dikush nesër t'i dhnohet e thotë valla hoxha si më thon mu. Do thot as kush mos vjen ders edhe ti je se hatër pse hoxha tha një sent. Sa ajo nuk thuhet për ta ofenduar dikant, po e thojmë që ta largojmë atë veçori të keqe, që ta largojmë atë tabihat keq, e mos e përsëritim. Pra ne nuk e kemi ligjëratën për ta ofenduar dikant, po për ta përmirësuar dikant. Se nëse dhe qëtu në xhami si themi të keqe se keqe, ku do t'i themi? Ku të folim për të keqe nëse jo dhe që këtu? I kemi disa tradita në darsëm që nuk janë tradit, po fatkeqësisht jemi të i bo tradit. Se tradita bëhet prej njerëzve. Njerëzit e bëjnë traditën, njerëzit e hekën traditën. Do traditat mira që i kemi pas në përdasma, i kemi hek. Do të këqia, i kemi pru. E xhamat kur jemi të dasma e kemi thonë edhe ma herët, është sunet i pejgamberit alayhis salam. Darsëm ka thonë pejgamberi alayhis salam një herë kur erdh Aisha radiallahu anha për një dasme, i tha Aishës radiallahu anha, tha oj Aisha, tha a këndun thot Medinasit? Tha jo. Tha po pse nuk këndun? Medinasit thot e kanë qef të këndojnë dasma. Pra pejgamberi alayhis salam nuk e ka pat keqe që ndarsëm të gëzohet njeriu, ndarsëm të luje njeriu, ndarsëm të vallëzoje njeriu. Po normal në kriteret saktume. Për para edhe të ne jënë bo darsma. Darsma nuk është zbulimi shekullit 21. Çdo herë kanë bo darsma. Ama si ishin darsmët të ne para 20 vjetëve, si janë sot darsmët. Si ishin 2000-shën, si janë 2026-ën. Do thot, jo ma lartë se 20 vjetë, darsmët tona, gratë, ishin të gratë, burët ishin të burët. A sot nuk dihet kush ku. Sot xhamati kemi përzi këtë sendet. Ne si popull do njëherë mundofmi ta poshtërsojmë dikandin duke i themi pra gjip. Apo është një fjalë shumë e keqe kjo që s'duhet përdorët. Se kemi një lloj racizmi edhe ne si popull që mundofmi ta nënçmojmë tjetrin. Edhe pse edhe ajo është njeri, s'ka kur gjë më nakson se ti. Po për ta nënçmu, i themi gjyp, apo? E nënçmojmë si më i keqi, ama darsëm pa gjyp s'bëjmë, apo? Po për para berem gjypët kanë lujt e burët. Tash, gjypit e gratë hije. Tash gjypi nusën e reje zbritën. Gjypi e ka hap gojën ati bam dalli nusja të rëzip e veturë. A që kjo burnia? A që kja deta? Që kja det nga kam bet merak? Piku e morëm këtë? Nënë saba daulli, bam, këtë katundin e ngre. Po se ka këtë katundi gajlen tante. Ti be një intereson katund t'i kujt se ti u kane të umartu. Bile të të malkojnë. Se ja ke qitë gjumin, ja ke prish gjumin. E qash i urejmë gjypët në thojza, sa që penë sabat, se di qëfar apetiti xhamat nënë sabat luje hore. Nuk e di qëfar apetiti shqiptarim nënë sabat luje. Hajt e kuptojnë do shtë ambazdarë, ama nënë sabat, qëfar apetiti loje së kjo? Qëfar gëzimi është nënë sabat i daullët i fkatish? Kjo është një çmenduri, unë thëmë. Ma gjupit të me daullë të nusja, shka lypën? Hinë të gratë këtë qef, o kolla thuet i se dajen e ka ati për para, o kolla ma gjupit të lujtë. Ku ka konë që kja det për para? Ka konë që kjo të ne? Shka konë? Pi ka e prunë? Ka e gjetëm këtë? E xhamat, kemi pru do adetet huja të cilat as ne nuk i dim do thot se ka jonë. Pashtu, adet dihet për para për shembull kanë shku
krushit, apo krush, çdo herë ka pas krush, shkojnë ta marrin nusën. E kanë marrë nusën, gratë e gratë, burët e burët u kry. Sot, dhondri, shkojnë ta marrin nusën te shtëpia. Hien kur të shpis, ja e këdullakin, mbale putën bosi para këtë burave e grati, se i kemi po gjëmbërlus punët, buri ta shkon në kurt ati para babës, para nanës, para ketve e putën balë. Hajtë që këtë mas qarojë dikur se ka e morëm këtë adet. A është islame që kjo? A është kulture shqiptarve që kjo? Gjemat, kjo s'na përgjan, nas një anë. A është mirë t'i bëjmë? Pës është mirë gjemat, ama i kemi shlu trit filma turqe jënë të banë. Filma shpanjole jënë të bëna për darsma. Pse? E shea gjenë në Francë një Spanjol, e shea gjenë në Australinjo, e shea në Amerikë. Interneti ka së shënë. Interneti granica s'ka. Hin e shea në Amerikë që ka bëhet, hin e shea në Australinë, Kinë, këtë dynjan, Afrikën. Ama këtë vetë ga u marim traditët ta. Qka të shofsh ati, ka da ta bëj edhe unë që këtë budalaki, se shife sa mire pas ka bo, dhondri ka hi e puthën në balë midis kurtit para këtë grave e burave ati. Qfar adeti është kjo? Nusja, hala se ka po vjerin e vjerën, në qendra i gjithë e bo foto. Këtë shkupje e shah vjeri hala të shpia se ka po. Me fustan bardh në qendrë trektara, që e bon poza, këtheu kështu, këtheu ashtu. Këtë dynjaja e shë. Ku ka gudzube për para nusën e rejta shojt dikush ndrume? Kush ka gudzube a e dini se për para ka pas njerit e dera ka ndenë që mos hjedë një mashkull të gratë. Gratë kanë qenë veç, burët veç, po jo veshëm se kanë qenë gratë dame. Ka pas që e dini shumë mirë, kur unë e mba mend, ju ma të vjetër se unë hala ma mirë e mbaj një mend. Ka pas trit e dera ati, ka pas burat e dera, që mos lejoje trit hije dikush të gratë ati, ose trijet këshyre të gratë. Para mendoj që shumë e kanë mbajt në derin e gruës. Sot deri i gruës partal, hajde, dil në qendra që këtë shkupje eshe, këtë dynjanja eshe. Boje foto, se po jetë pa bo foto. Ku e more këtë adet? Ku i morëm gjemat këto? Prandaj, duhet pak që jemi të kujdeshëm gjemat, duhet pak ta kemi atë inatin e muslimanit. Një gjelozi muslimani, një gjelozi buri fundit më skop muslimani, se ndoshta edhe islamin, Allahu alem, sa e dojmë, sa se dojmë disa. Ama berem pak gjelozi buri me të kjesh. Kura i shkavi ka i natë, nuk e qetë qashtu, shqiptari u ka bo rafsh, këtë se ndët i duken normal. Pse i kemi bo rafsh? Ku mbet imani? Ku mbet inati muslimanit për ta rujt nderin e gruës vetë? E gjemat që këto duhet i kemi kujdes. Mës marim gjithë shka prej jashtë, se jo gjdo sent është e mirë. Thot një fjale urt, helmin mës e prano edhe nëse ta bin të mëcit altanit. Pse është të mëcit altanit, zdo thote me hangër, se helm është. E që këto kulturët, janë helmet të cilët po na i bin të mëcit altanit, na duken shumë elegancë, na duken shumë moderne, na duken shumë inë. Ama në fakt gjemat kemi tja shumë shërin, se jemi të pa shërë. E s'ka rahatlëk në për martesa, s'ka bereqet në për martesa. Për para s'ka bo darsëm me qindra e 1000 euro, ama kanë kënë të lumëtër. Sot, u qamë të investu në darsëm. Edhe fundi, kur gjanë fundi? Fundi i prisht. Ma shumë jemi të bohë gjallartë ndamje se një qahe. Për para unë se mba mend dikundit shkojnë ndamje. Një qahe plot. Tash, ma shumë ka ndamje se një qahe. E po pse ndodhin këto? Mendon se që ato që ka të vinë darsëm, t'ju tregojsh ti se qka jëm të bo të vinë për të mira. Ti mendon se halis që ato që ka të qeshin ftyrë të adojnë të mirëna. 80% e që aty në darsëm që hanë e pinë bukën tande, janë njerëzit e cilët të shajnë bas shpine. Janë njerëzit e cilët të adojnë të keqen. Do shta vinë për shërë, do shta vinë për mësysh, do shta vinë në udhubila dhe për sihir të të bajën. E pse s'jon rahat sot familjet? I shohëm gjema. Ama kemi qef ekspozimin. Rojmë për halki. Ta plasi qetrin e plasën vetë. Që kjo është? Prandaj gjemat, është sezon e darsmave, t'jemi ata qka jemi. Mës dalim prej lëkurës tonë, mës bofmi diçka që s'jemi. Tri musliman, ta mbajmë kulturën tonë, t'i mbajmë traditët tona, ama mës bohemi ma shka se shkavi. Se gjemat s'na takon. Nuk jemi asi njerës të cilët duhet të lamë fen tonë, që është e bukur, e mirë, na mëson për kretat mirat,
ne e lam atë çka është e mira, shkojmë me marrëm atë çka është më e keqja, në udhubilat traditët e pabesimtarve, e njerëzve pa fe e pa moral. Allahu na rujt, Allahu shoqnin ton na e përmirësoft, Allahu rinin ton në rrugën e drejtë e drejtoft. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.